Qeveria zbut qëndrimin për çështjen e energjisë elektrike, nuk do të ketë falje, por për familjet debitore do të aplikohet një mekanizëm lehtësimi. Këtë e bëri të ditur kryeministri Edi Rama. Do të ndërtojmë një mekanizëm lehtësues të pagesave për qytetarët, por do të jetë një mekanizëm që në të gjitha rastet do favorizoj pagimin, jo mos pagimin. Do favorizoj ata që janë gati të japin më shumë në momentin e parë. Po kështu qeveria do të shlyejë edhe borxhin prej 60 milionë euro që korporata elektroenergjetike shqiptare i ka prodhuesve private energjisë. Kush është rezultati i parë i këtij operacioni? Bankat e nivelit 2 kanë kërkuar konfirmimin nga qeveria të vullnetit për të mos ndaluar këtë operacion dhe në këmbim të kësaj sigurie të disbursojnë gjysmën e borxhit, pra 30 milionë euro pa kredi sovrane, për të shlyer me prodhuesit privat. Në seancën e miratimit të buxhetit 2015 në parlament, ku opozita mungon që prej korrikut, kryeministri hodhi poshtë pretendimet e saj për rritje taksash. Sipas tij janë shtuar vetëm 3 të tilla dhe ato pa ndikim në buxhetet familjare. Madje sipas kryeministrit, nga heqja e taksës së sheshtë e aplikuar nga qeverisja e djathtë, kanë përfituar 97% e shqiptarëve. Janë ulur 15 taksa. 15 taksa që ndikojnë në vazhdim në nxitjen e prodhimit. 15 taksa që lehtësojnë sipërmarrës dhe fermer. Kreu i qeverisë hodhi poshtë edhe pretendimet për rritje të çmimeve, ndërsa cilësoi një sukses të reformave të qeverisë, formalizimin e 81.000 vendeve të punës.